Kur administrata aktuale mori përgjegjësinë për këtë proces, Qerdhja përballej me një sër problemesh serioze administrative, juridike dhe financiare, të cilët realisht e pamundsonin funksionimin e saj, thuhet në reagimin publik të kreut të komunës së Arcës, Daut Memishi. Sipas tij, për më pak se 6 muaj, komuna e Arcës në udhëheqjen e tij, së bashku me administratën komunale, ka punuar intensivisht për t'i tejkaluar këto pengesa. Daut Memishi thotë se janë ndërmarrë dhe realizuar këto hapa konkret. Është rregulluar sistematizimi i vendeve të punës në Hrëmis, i cili ka qenë jo aktiv dhe jo pak i rëndësishëm për procedimin e mëtejmë të punësimeve. Janë rregulluar obligimet ndaj drejtorisë të ardhurave publike, janë paraqitur raportet dhe fletparaqitjet e munguara, si dhe janë debllokuar shërbimet elektronike të institucionit. Janë deponuar raportet e paparaqitura në regjistrin qendror, duke e kthyer institucionin në përputhje me detyrimet ligjore. Është funksionalizuar arkivi i Qerdhes, janë siguruar pëlqimet e nevojshme dhe është vendosur administrimi i rregullt dhe ligjor i dokumentacionit. Është iniciuar përgatitja e statutit të ri për shkak të mangësive dhe pasaktësive juridike të aktit ekzistues. Është hartuar dhe miratuar plani i furnizimeve publike, duke krijuar bazën ligjore për furnizimin e rregullt me ushqim, mjete higjienike dhe nevoja tjera themelore për funksionimin e institucionit. Kryetari i komunës së Arcës, Daut Memishi, thotë se këto nuk janë deklarata politike, por veprime konkrete administrative dhe juridike të dokumentuara, pa të cilët Qerdhja nuk mund të vihej në funksion. Fakti që së fundmi është siguruar edhe pëlqimi për punësimet e nevojshme, dëshmon se procesi po ecën përpara dhe pengesat që për vite me radhë kanë mbetur të pasgjidhura, po tejkalohen një nga një. Thotë Memishi duke shtuar se komuna e Arcës nuk është e interesuar të zhvillojë polemika politike rreth një institucioni që u dedikohet fëmijëve. Prioriteti ynë është që Qerdhja Foleja të hapë dyert sa më shpejt në përputhje me ligjin dhe standardet e nevojshme, duke ofruar kushte cilësore për fëmijët dhe familjet e komunës sonë. Qerdhja nuk do t'i shërbej asnjë partie politike, ajo do t'u shërbej fëmijëve të komunës së Arcës dhe interesit të tyre më të lartë, thotë Daut Memishi në reagimin publik.